Po çish ku 51%? Po pse gjykata konstitucionale ka thënë zbor 51%? Jo, në vendet e tjera në Evropë ulën mirën vesh. Okej, ajo çështje kundërshtarin. Jo, tjetër është. Kjo ka të bëjë me papjekuni politike, edhe pa aftësim i thon stabilitet që ti venit, edhe me gjeneru krizë. Po më burimi i krizës ku është? Burimi i krizës është mentaliteti i njerëzve që e qeverisin Kosovën. Po, unë e menoj që nuk ka me qenë njëjtë. Sondazhi cili bo para 1 muaj pak, që e keni pa, po m'duket. Se kemi pa, unë se kam pa. Qysh se ki pa? Jo, se kam pa unë. Po nëse e kisha pa, do të thoja. A ka ndonjë detaj? Po, ka qysh s'ka detaj? Hajde na jep detaj. Kur gjos është, unë nuk e di sa mbetet. A ka ndryshim aty te sondazhi? Ka ndryshim shumë të madh. Se është rrit Kurti? Jo, edhe Albini e ka qëtë sondazh, edhe vetë vendosja e ka pa qëtë sondazh. Më thonë, dijet Vjosa sa i merë, vesh nuk po e dim a bashkimi Vjosa LDK, a është sakt sa kanë vesh LDK. Është 1+1 bëjnë 2. Qajo, që ato nuk po e dim. A pajtosh me analizën e Hodajt që tha 3 elementet që i përmendi për Vjosën, Vjosa sjell energjinë e re, i merr votë. I merr votë, po nga ana tjetër po mendoj që një pjesë tjetër tek pjesa e tradicionalistëve të LDK-s që e kanë mbajtur kështu edhe përparim Rama me një varfon me jap një goditje. Ati është tjetër sen pri strukturave. Po dhe struktura bën diferencë? Jo, nuk bën diferencë. Jo, bën edhe shumë bele. Struktura ta bën diferencën Vjosa Osmani ka në parti politike. Ka sens edhe kjo çfarë thotë? Jo, absolutisht që ka sens. Hajde se ka dojë tash mos t'i përzim 100 milion tema. Mund me fol, pse se ka bo? Te ato, pse nuk mundet me bo dhe pse s'ka sens me bo parti politike një mujtit para zgjedhjeve. Se struktura është e rëndësishme. Po, mundet me pas hatërmbetje në strukturë të LDK-s, po unë mendoj që edhe ajo te kalohet, sepse ti këtu ke të bësh me bashkimin e 2 gjysmave. A është ashtu? Pak a shumë, Vjosa Osmani gati 100.000 vota, ja ka hek LDK-s dhe i ka shu në listën e përbashkt me vetëvendosjen. Sondazhet po tregojnë, që një sondazh i cili u bo, po tregojnë që çata votues janë hek. Hajde që do me thonë me mujt me timëri, deri midis 80.000 deri 100.000 votues me ti hek një njeri, që këta po thonë s'ka kur fat peshe. Ka, që ku ndryshimi jashtëzakonshëm elektoral. Javën qëtë vikend e marrim vesh apo funksionon që ky bashkim në sytë elektoratit. Qajo. PDK-ja është stabile, Alianca është stabile, jo stabiliteti është që atje, që tu, të këta që po gjenerojnë kriza, edhe mirë që është jo stabil, se neve që ka na vynë, është një rebalancim i skenës politike. Balmo me 51%, 60%, a përshë që s'po funksionon, nuk funksionon popull, nuk funksionon që kjo shumicë, se njerës që duhet me prodhu stabilitet, nuk janë të aftë me ofru stabilitet. Pik. Pjesht. A mos folim për këtë mjerimin ekonomik. Ajo është një temë që kena me bon, shpesoj një herë, ku barazia si pas këtyne është krejt dvarfun, të barabartë në mjerim. Nuk është kjo që është përparohet për parë. Nuk është kjo rruga. Edhe, ajo që ka po shihet në Kosovë, është që një pjesë, po thomë krejt, një pjesë e njerëzve që kanë votu me 28 dhjetor për